5 kandidat janë paraqitur në konkursin e kuvendit për prokuror publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që skadoi mbrëm në mesnatë, por në mënyrë që të mbyllet lista, lihet hapësirë për 2 deri 3 ditë për paraqitje të mundshme që janë dërguar me kohë me post, ndërsa ende nuk kanë arritur, thonë nga shërbimi i kuvendit. Nga atje emrat e kandidatëve nuk i zbulojnë, por siç konfirmuan dhe disa nga vetë të paraqiturit, bëhet fjalë për ushtrueset e tyre, prokuroren e tanishme publike Anita Toplova-Isajlovska, prokuroren Lenqe Ristovska, gjykatësi në gjykatën penale Nenad Stavevski, ish kryetari i gjykatës penale Vladimir Pančevski dhe prokurorja nga prokuroria e Shkupit Lidia Rajčević. Gjykatësi nga gjykata penale Savevski dhe prokuroria Rajčević konfirmuan kandidaturën, ndërsa në deklaratë për mediumet u përgjigjen në mënyrë konfirmuese dhe prokuroria Ristovska dhe ushtruesja e detyrës prokuroria shtetërore Topolova Isajlovska. Kandidaturën e vet për konkursin për prokuror publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut e shpalli kuvendi. Deri më tani e konfirmoi ish kryetari i gjykatës themelore Shkup Vladimir Pančevski. Në paraqitjen e Pančevskit të parashtruar më 21 janar, kuvendi ceket se ai i përmbush të gjitha kushtet ligjore për kryerje të funksionit prokuror shtetëror publik. Kandidaturë për funksionin paralemroi dhe ish prokurori i lartë publik i prokurorisë së lartë publike Mustafa Hajrullahi, por megjithatë hoqi dorë nga qëllimi në vendin e Lupço Koçevskit, i cili dha dorëheqje të parevokueshme në dhjetor të vitit të kaluar, erdhi prokuroria Topolova Isajlovska si prokurore publike shtetërore, e cila është kandidatja e vetme, por nuk mund të qëndrojë në pozitë më gjatë se 6 muaj. Procedura për zgjedhje të prokurorit të Republikë Shtetëror filloi me konkursin që e shpalli kuvendi për 12 janar të këtij viti, në afat paraqitje prej 15 ditëve nga dita e shpalljes në gazetën zyrtare. Kandidatët duhet të kenë stazh të pandërprer pune prej së paku 10 viteve, si prokuror publik apo gjykatës nga fusha e të drejtës penale. Sipas ligjit për prokurorinë publike, kandidaturat ridërgohen në qeveri. Pas paraqitjes, qeveria kërkon mendim nga Këshilli i Prokurorëve Publik për të gjithë kandidatët. Këshilli është i obliguar të parashtrojë mendime arsyetuese në afat prej 15 ditëve. Nëse Këshilli nuk jep mendim pozitiv për asnjërin prej kandidatëve të paraqitur, qeveria nuk mund të konstatojë propozimin dhe i propozon kuvendit të shpallë konkurs të ri. Me 61 vota të deputetëve duhet të zgjidhet prokurori i ri.